Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi në pjesën e 6 edhe do Inkin si të ftuar. Po me Inkin normalisht. Fillojmë pak me pyetjet Inki. Atëherë dua të di, ju vetë keni pranuar që jeni shumë të ndryshëm në karakter. Dhe shpesh keni arsye dhe zënka në çift. Ku ndiheni më shumë që ka përplasje midis jush? Tani ne normalisht në këtë fazë të jetës që jemi nuk është se kemi përplasje madhore, kemi thjesht gjëra të vogla që unë i bëj madhore. Të tipit u vonove shumë, wow, unë me djalin vetëm në shtëpi. Se nuk kemi për çfarë zihem. Unë amori. Po, ti komplet. Amori, pse gënjen? Çfarë bën kjo? Me atë mimikun. Por një nga arsyet mund të jetë edhe xhelozia, sepse mos gabofsha ke përmend ke se luan topi. Është xheloz Andi? Andi ka qenë shumë xheloz në këtë, thash, thjesht është faza e jetës, ne atëherë kemi qenë që unë sa isha shtatzan, tani jemi të martuar ligjërisht dhe me një fëmijë që po e rrisim bashk. Janë faza të ndryshme, por në fillim po ka qenë shumë xheloz. Domethënë, mendoj që ai e maskonte me këtë pjesën territorial që bob se këtu un kam pas një punë që kisha të bëja me shumë njerëz, meshkuj dhe femra, studentë, gjëra të tjera. Edhe un bëja ato triket e mia, mbaj më një herë. Andi këtë se di akoma, po kishin ardhur një lule për një shoqen time të zyrës. Edhe unë ja çem me foto, tash më solli një student. Çdo kohë. Andi kush është ai studenti? Pra ato lule që nuk i ke sjell ti, mi sollën mua. Jo mi sillte. Ai do s'kisha për çan kohë, është ai më sillte, po pse mos më sillte edhe ti? Po donte që shikoj, ishin shumë, me sa duket pas kanë qenë shumë shëndetshëm, kështu që ajo donte të bëjë çik xhelozisë ka patur në fillim. Është parë që dorëzohet mbas një zënke. Andi është tipi qet, un jam ke pasur atë fire and water. Çfarë shenjë horoskopi është Andi? Andi është gaforre. Manipulues emocional, po do të ishte aluar Stela, është okay. Po se dhe unë partnerin gaforre kam edhe kuptoj shumë mirë në çfarë gjendje jemi. Me rastin e partnerit tënd dhe ne i dim shumë mirë historitë e juaja. Keni arritur ndonjëherë në ndarje ndonjë nga zënkat e juaja? Një herë më duket. Ka qenë një periudhë që Andi ka qenë jashtë shtetit dhe normalisht ishte shumë e vështirë sepse ka qenë tash kjo periudha që ne u rikthyem dhe unë kisha patjetër goxha boshliqe dhe gjëra që duhet të bindesha dhe distanca thjesht e vështirësonte. Patjetër. Edhe kemi bërë terapinë çift. Dhe nga i momente mbrapa ne nuk kemi zënë më budalliqe. Jam shumë interesuar për këtë se si funksionoi dhe se sa ju ndihmoi terapia në çift juve dhe ai terapisti kujt e tha ka fajin. Ai çdo gjë ai ka fajin ti. Po validonte ndjenjat e Andit. Dhe unë mërzita shumë. Po sa kohë zgjati kjo terapia? Një muaj. Një muaj. Se mbaj mund sa herë ka qenë. Një muaj se desët ju, apo një muaj ju dha i bolt? Më çmenës, më bëj terapi për vete. Po dilni jashtë. Jo, ai zgjati dhe ne thjesht vendosëm mos ta vazhdonit se ishim okay. Do të thënë, ajo që terapia na ndihmoi dhe unë kjo është një gjë, nuk e di pse kam hapur universitet, me thënë drejtën, po është që do i këshilloja për çifte që duan që të jenë me njëri tjetrin dhe duan të punojnë, sepse ne të dy kishim për qëllim që të vazhdonim bashkë, thjesht kishim komplet, domethënë flisja një gjë, ai kuptonte gjë tjetër dhe ana sjellta. Po, okay, ishin në komunikime. Po, ishte, domethënë, keq kuptim komunikime. Po do na thuash një debat konkret me juve që ju bëri të ndaheshit. Po, ne në atë kohë, po, zgjeshëm shumë sepse thash Andi, unë kisha një shumë sociale, kisha në punë, kisha shoqërinë time, dilim pas pune, dilim mëngjes drek darkë gjithë kohës, edhe problemi i Andit ishte pse ti s'më shkruan mua. E vetëm punë kam shumë bezdi që unë jam me shoqëri dhe të telefon gjithë kohë. Ja shumë bestit për zotin jo, Andi nuk e thash. Nuk është e vërtetë. Jemi duke bërë muhabet, nuk mund të rri gjithkohës në telefon, duke të shkruar ty, duke i shkruar Andi, domethënë. Sepse është mungesë aspektit ndaj teje do të thoja. Edhe për këtë jemi zënë shumë, domethënë u bë shumë herë dhe për atë ishte thjesht një step përsëritur e imja që nuk po ja varja atit, ndërkohë që për mua ishte thjesht balanca momentale, sepse sot që flasim, unë sigurisht që jeta më ka detyruar në thonjza që nuk kaloj më shumë kohë me shoqërinë, por kaloj me familjen time, sepse kështu janë fazat e jetës. Patjetër. Ke ndjer ndonjëherë Inki që fama e Andit, tani le ta pranojmë Andi, ka qenë një nga personazhet, krye personazhet më të spikatur, më me famë në kohën e përputhen, domethënë në atë periudhë,
Dhe ke ndjerë ndonjëherë që fama e tij ka ndikuar për keq ose për mirë në fillim lidhjen po. tuaj? Për në siklet. Po, jo në siklet, po njerëzit komentonin domethënë ato gjëra që ishin histori të shkuara. Thjesht një llogari e vogël. Ne në momentin që jemi takuar me Andin, kishte kaluar një vit gjys 2, ndoshta nga momenti që ai ishte dal nga përputhen. Dhe ne kemi bërë publike mbas 2 vitesh, pra kishin kaluar 4 vite nga fundi i eksperiencës dhe njerëzit vazhdonin komentonin gjëra të së shkuarës. Dhe gjatë këtyre 2 viteve Andi nuk ishte prononcuar kurrë në media ose që të bënte dalje, të vazhdonte të ishte aktiv, që njerëzit vazhdonin ta marrin mend për këtë gjë. Vetëm mbas 4 vitesh, kur kam publikuar videon e parë në TikTok, komentet ishin Filania Fisteku. Të ka ndikuar ndonjëherë ky fakt? Do me thënë të ka bërë të thuash, ç'të shon me këtë. Jo, këto se kam thënë kurrë, thjesht ç'ap dallin isha njerëzit. Okej. Në momentin që kam postuar videon e parë kisha ndarë që çdo lloj gjë që të komentohet këtu, nuk ndikon as marrëdhënien ton, as mua, as asnjë lloj gjëje. Dhe ishte shumë thjesht, ca keywords në komente me shumtit. Ruan akoma Andi kontaktet me ishpërpusët. Ka një dy shok, po jo. Ti ka prezantuar? Po, kemi dalë, po. Me Blanin për shembull ta ka prezantuar. Del vet. Jo. Jo kemi dalë një për drejt, po. Me Vlani nuk ishte prezent në fejesën tuaj. Ka qenë jashtë. Justifikime. Ishte jashtë. Në fakt festa ajo nuk bë shumë me shpejt kështu sepse ne kishim lënë diçka të vogël familjare, pastaj morëm vesh unë isha shtatzan një muaj para fejesës e thash, "Ok, do bëjmë diçka të madhe se nuk e di se si do vi puna për dasmën." Edhe thjesht ndodhi dhe kush ishte aty afër erdhi. Do doja bëj dasmën anke? Po, e kam pasur gjithmonë ëndër. Shumë gjëra tani ca tradita që kanë shqiptarët nuk është se kanë më aq kuptim të bëj se unë jam me fëmijë, nuk mund ta ngadira babit me fëmijën krah. Po që do e kisha qenë dasmën do e kisha. Ka shumë goca që e bëjnë këtë soska si gjë të keqe. Nga shtëpia shumë e bukur, po. Nuk thash në atë mënyrë se si unë kam konceptuar dasmën time nuk është më. Mendojmë që për një vjetorin e amorit bëjmë diçka, po thjesht e kemi vendosur nëse do të jesh shumë kreative, kështu që neve po presim që të na surprizosh me kreativitetin. Sigur që do jenë mimikat e amorit. Çdo gjë që ka bërë në këtë një vit. Me 10. Plotësh edhe dëshirën njerëzit që ti presë flokët djalit se e kanë parë që të çmendën në komente. Unë prapë do ja pres. Po thjesht atë bishtin e vogël ja prisi kumbarit, unë do vazhdoj mos ta qef. Për inat njerëzve. Shiko, kalojmë pak në periudhën prap ku amori nuk ishte pjesë. Kur ju keni qenë në Barcelonë, keni bashkëtuar dhe keni quajtur këtë periudhë si test. Ky ishte test për ju se si do të thënë ku ishte vështirësia më e madhe, fakti që nuk kishit familjet e juaja afër apo si të ndanit çift, do të thënë rolet. Bashkëtesa ka qenë pjesa e vështirë. Se ne për familjet, okay, flisnim, kom në shpistim me vinin, unë shkoja atje ishte një ves i Andit që ti nuk e durove dot sa hyre. Flinte shumë vonë. Flinte deri shumë vonë. Edhe unë, domethënë thoshte nesër më çoj, edhe unë shkoja e zgjoja, bëja me kamerë se nuk besonte, ishte tull gjun, domethënë nuk tundej fare. Të zgjova, po, do çosh, po, kthej në krah tjetër, unë kisha me video, derisa u mësua pastaj bëm atë rutinën tonë. Si është Andi si burr, po themi burr shtëpiak, tradicional apo është ky tipi modern? Andi po si a the një gjë se bën. Tani e kuptova mimikat e amorit tjetër. Po një vit Andi të duron dot tek ty. Skame. Nuk shumë jam fare. Shifjer. Andi thotë që unë jam e rrëmujshme. Po unë thjesht dua frymëzim që të bëj. Domethënë kam shumë gjëra për të bërë, i lë gjitha rrëmuj dhe pastaj në 2 natës më kujtoj që duhet sistemoj shtëpinë dhe i futem me themel. Enki ka patur shumë reagime ajo deklarata që bëri Andi tek se luan topi që më duhej një person të më lajë, të më shplaj, të më kuros. Si e përjetove ti këto komente, domethënë këtë deklaratë si e pe? Është vërtet në kamerë, unë në moment aty nuk e kuptova fare. Domethënë isha kështu po e shqeta, po çfarë po flet se ke bëri pyetje tjetër, ai gjej pyetjen. Po çfarë po flet? Edhe më mbrapa kur kam filluar që u bë kaq e madhe, kam filluar komentet, aty e kuptova domethënë se çfarë ishte kuptuar nga ajo gjë, aty ka plas sherrri. Jo mbas intervistës, jo në moment, jo kështu. Thjesht aty, sepse thash po ti çfarë po thua, e kupton? Po jo, unë doja të thoja gjë tjetër. Unë nuk kuptova se çfarë donte të thoshte Andi me atë, donte të shmangte një gjë tjetër dhe i doli akoma më për keq. Keq interpretua. Ka, domethënë nuk qëndron fare në çiftin ton. Nuk ka lidhje domethënë kjo deklaratë, Andi nuk është që kërkon një shërptore. Po. Ne kemi
Ne kemi një zonjë që na ndihmon, sidomos edhe tani që është Amori e marr pak më shpesh, më përpara vinte një herë në javë, po tani vjen më shpesh. Kur bëm shtëpinë e re, kam marr lavastovile, tharse, larse, unë do të zbej asgjë, fut tu, nxirr di. Unë jam shumë e sigurt që me tipin tata s'kishte se kërkonte një shërbëtor. Po jo, shiko, me sa duket janë të lumtur tani dhe shqiptarët mund të jenë të qetë. Ai gjetet, se çe do jenë po si. E gjeti të paktën atë që i lami në shtëpi. Dhe me këtë lajm që ty qetësojmë të gjithë, neve kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.